gjëja ime personale është që unë jam futur në televizion para se unë të zhvillohesha karrierisht. E kam nisur që 14 ose 15 vjeç, që kam qenë shumë e vogël. Dhe normalisht njerëzit janë mësuar që në televizor të shikojnë vetëm atë anën e selmës televizorit, jo atë anën e selmës që edhe punon, edhe shkollohet, edhe mund të jetë edukuar, mund të jetë edhe artikuluar dhe gjitha këto, dhe normalisht nuk e vlerësojnë këtë pjesë. Duke qenë psikologe, ato kanë thënë që momentin që ti kupton gjithçka, ti pranon gjithçka, edhe unë e pranoj atë pjesë, e kuptoj arsyen sepse ndoshta ndodhin këto paragjykime, nuk e justifikoj, por e pranoj atë pjesë sepse ndodhin këto lloj paragjykimesh, edhe në fund ditës them, okej, ndoshta po të më njihni nuk do ishin kështu që jemi në rregull. Ato që më njohin nuk i thojnë këto gjëra. Por që si çdo njeri besoj televizionit lind kjo idea sikur aty janë se janë të bukura, apo aty janë pa një talent, apo pa një merit që realisht te kemi. Aty janë shpeshherë thuhet se i ka bërë një mashkull që të jenë aty, i kanë kërkuar favore seksuale, plot deklarata që në fakt janë hedhë drejt shumë vajzave të ekranit, të cilat i kanë pranuar edhe publikisht, që i kanë pranu mesazhe të tilla dhe si që dhash edhe më parë, jemi njerëz dhe nuk mund të rrim komplet indiferent ndaj asaj se që na thuhet. Po besoj që në çdo industri ekziston kjo pabarazia e pushtetit. Unë besoj që ndoshta bukuria mund të ta hape një derë, po nuk të mban dot aty. Domethënë, po s'pate meritat e tua, po s'pate talentin, punën, përkushtimin, ta hap derën bukuria, po nuk mund të qëndrosh, nuk mund ta mbash veten aty. Edhe jo vetëm televizion, po në çdo punë, madje në anglisht njihet si halo efekt, që njerëzit kanë këtë idenë që momentin që dikush është më atraktiv, fillojnë mendojnë që është pak më i zgjuar, që është pak më i mirë, që di pak më shumë. Po puna është, okej, thash, mund të ta hape derën, po sa do rish ti vetë, se ti aty do mbash vetë veten. Për shembull, dhe nëse unë vi këtu, unë po nuk dita të flas, po nuk dita që të qëndroj, po nuk dita që të komunikoj, dhe t'jap atë që kërkon publiku. Binuja ato fjalë të mia. Igi prapë, nuk është ky rasti, ti posedon gjitha këto. Po si mendon ti, i duan djemt shqiptar më tepër këto vajzat e pavarura që janë edhe të bukura dhe të shkolluara dhe duan që t'ja dalin vetë, apo i kanë frikë më shumë? Tani unë mendoj që kur vjen nga një shoqëri patriarkale, është pak e vështirë që një femër të jetë kaq alfa, themi, apo kaq dominuese, por besoj që varet nga maturia emocionale që ka mashkulli. Momentin që është një mashkull që është i plotësuar, besoj që këto i shikon si vlera tek një femër. Momentin pastaj që është një mashkull që është akoma në rritje, jo i paplotësuar, por në rritje dhe ka synim që vetë jetë pak më superior, sidomos kur bëhet fjalë për marrëdhënie pak më intime, besoj që mund ta shikojë edhe pak si sfidë këtë gjë dhe të krijojë ndjenja inferioriteti. Ti personalisht si qëndron nga ana private? Nga ana private? S'ka anë private. S'ke private. S'ka fare. Po sigurisht mund të marrë shumë komente, shumë komplimente nga djemtë apo dhe ftesa për kafe, të cilat ti je gatshme për momentin apo je në një periudhë që i vlerësoj. Kaq. Faleminderit. Por që unë ndoshta për mirë, ndoshta për keq, kam qenë shumë e fokusuar në karrierën time, edhe për të plotësuar vetë. Unë i rri asaj idesë që 20 deri 30 eksploro, shiko, gjej veten se ku je. Ndoshta prandaj jam edhe në kaq shumë fusha që këtej televizioni, këtej puna, këtej psikologjia, por unë besoj që unë dua të zbuloj veten time në këtë jetë. Kam ardhur në këtë jetë që ta jetoj vetë, absolutisht nuk do mohoja asnjë rast që do më pëlqente, për sa kohë që më jep kënaqësi, pse jo. Por momentalisht po shikoj që të përmbushem një herë vetë, pastaj